Janë 250.000 struktura. Trumpi ka pasur gjithmonë dyshime, sepse po ta shikosh e përjashtoi Pahlavin, tha që ai nuk besoj se është njeriu i duhur për të marrë në dorë Iranin, sepse jeton në emigrim, dhe e dyta tha nuk shoh një fuqi të opozitës iraniane që të jetë gati. Pra, më duket, të gjitha detajet janë pak si që bëri në Venezuelë. Pra, ai e di që e pare herë kam përshtypjen që nuk ishte interesi Amerikës të çonte drejt një kaosit të shtetit e Iranit. Si Europës, madje i Europës. Si që ndodhin, po e them këtë të Europës, se kam përshtypjen Europa i kupton pak me vonesë gjërat, si që ndodhin në Irak. Pra ta kanë marrë mësimet, dhe Amerika ka operuar mbi mësimet e tyre, dhe e dyta ishte kjo çështja e Europës, pra jo më shumë Europës sa Britanisë së Madhe. Një çështje e koordinuar, polici mirë, polici keq, duke parë që sot menjëherë Keir Starmer po udhton drejt lindjes së mesme. Shiko, unë për vete leadershipin europian e kam quajtur pak të ngecur ose jo serios në ndërtim të çështjeve sigurisë europiane. Europa është parë që ka vuajtur gjatë konfliktit të Ukrainës dhe me Rusinë dhe ishte pa përgatitur për të përballuar një konflikt të kësaj natyre. U desh lëvizjet politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u desh presioni i jashtëzakonshëm i Trump dhe të krijohej një farë mënyre një zim deri diku i Europës, por besoj që përsëri këto lider të cilët e kanë zhytur Europën në një pasiguri, nuk janë të aftë të ndërtojnë një Europë të fortë. Ndoshta nga ana ekonomike Europa mund të ketë zhvillime, por nga ana e sigurisë nuk ka patur dhe një ekonomi e pasigurt është pothuajse si një ekonomi e cila nuk ekziston. Kështu që në çdo moment mund të zhbëhet. Kështu që Europa ka patur problematikat në drejtim të sigurisë. Pjesa e Anglisë pastaj kam përshtypjen se është krejtësisht e veçuar në lidhje me Europën, sepse është tjetër mënyrë politike, është tjetër strukturë drejtuese, është shtet i cili ka patur gjithmonë marrëdhënie të shkëlqyera dhe i ka mbajtur gjithmonë marrëdhënie të forta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aty pastaj mund të kemi patur edhe politik. Pra nuk kemi patur qëndrime shtetërore, por kemi patur qëndrime të koordinuara politike dhe ndoshta edhe shkojmë atje ku ju thoni që mund të kemi patur policin e mirë dhe policin e keq, sepse gjithmonë në raste të tilla duhen plane B dhe plane C për të menaxhuar që Mojta Bakamenej duket se ishte shumë miqësor me Londrën, me pasuri që kishte atje, me trajtime shëndetësore që kishte bërë atje. Nuk besoj se MI6 e ka lënë të hyjë dhe të dali dhe të ketë gjithë këto pasuri. Anglia është shteti i cili e njeh mirë jo vetëm Europën, njeh botën, ka pas kolonizuar gjithë pjesën e Afrikës e pjesë të tjera të botës deri në Australi, kështu që i njeh mirë politikat, i njeh mirë strategjitë, nuk e humb rrugën për kollaj. Kështu që kanë qenë linja të cilat janë mbajtur, por kjo besoj që do përdoret më vonë edhe për të krijuar një revoltë të brendshme në Iran. Pra, unë prapi i qëndroj ides që regjimi do të humbi pushtetin, ndoshta në një kohë pak më të gjatë se ç'ishte menduar, sepse vërtet që ndoshta në një mënyrë më të kontrolluar. Më të kontrolluar, patjetër, sepse prandaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ruheshin shumë dhe po mendoheshin gjatë për të mos e shkatërruar totalisht Iranin, sepse do ishte përsëri përgjegjësia e tyre për ta rindërtuar. Duke parë dhe lëvizjet e fundit, duke parë se si familjar të regjimit, të gardës revolucionare, të udhëheqësve bënë një jetë luksoze, këto do të prezantohen më vonë për popullin e Iranit dhe patjetër filloi me mbesat e Qasem Soleimanit. Po, generalit i cili pra mbesat e tij kishin avion privat, kishin jate, vila, para pa fund, ndërkohë që popullin e Iran po vuan kafshatën e gojës. Kështu që këto do bëhen prezent për popullin e Iranit dhe kjo do të krijojë pakënaqësi tek regjimi i cili është paraqitur në popull si më ideali në këtë glob.